Fraktura mund të ndodhi dhe pa traumë ose me një traumë minimale. Ku ne mund ta dallojmë që është thjesht një ndrydhje apo një frakturë? Njerëz që nuk kanë informacion, është mirë që një pacient që dyshohet që mund të ketë dëmtuar kolonën, shpinën, mos ta lëvizin. Gabimet që kemi parë më të shpeshta janë imobilizimet e frakturave. Një fëmijë që pëson një frakturë bryli nga më të shpeshtat, qofse imobilizohet me mënyra popullore nga njerëz që nuk janë specializuar në këtë trajtim, mund të sjellë një pasojë të gjymtyra e tyre që mund të invalidizojë dorën e tyre përjetësisht. Një frakturë ndonjëherë mund të kërkojë dhe vite për të shuruar. Konsumimi i nikotinës, që lidhet dhe me sasinë e cigareve që konsumon njëri në ditë, ngadalëson shërimin e një frakture, ne e presim kockën dhe pastaj në një mënyrë të kontrolluar shkencore bëjmë zgjatjen e saj. Kemi pasur raste me një fëmijë i vogël rreth 5-6 vjeç me një traumë të rëndë me një mjet bujqësor. Ky mjet i bujqësor ka një veçori që si thua e përfshin trupin e njeriu të tërheq dhe përpiqet që ta